Hakmarrja mbetet pista kryesore ku janë përqendruar hetimet për ekzekutimin e 40 vjeçarit Aleksandër Koçeku mbrëmjen e së shtunës në Dukaqin. Koçeku u qellua me breshëri automatiku teksa lëvizte me automjet në aksin rrugor Kir-Prekal në drejtim të Shkodrës. Autorët dyshohet se e kanë ndjekur dhe i kanë ngritur prit në një segment të izoluar të rrugës, duke përfituar nga terreni i vështirë malor dhe mungesa e ndriçimit. Pas atentatit, autorët kanë mundur të largohen pa lënë gjurmë. Mungesa e kamerave të sigurisë përgjatë aksit rrugor është një nga vështirësitë kryesore për grupin e hetimit në zbardhjen e dinamikës. Në vendngjarje janë gjetur 25 gëzhoja automatiku, që dyshohet se i përkasin të njëjtës armë zjarri. Viktima është konstatuar brenda automjetit nga një kalimtar i rastësishëm. Aleksandër Koçeku ishte vëllai i Artan Koçekut që në dhjetor të 2017-s vrau me armë zjarri Anxhelin Shkambin. Sipas hetimeve të asaj kohe, konflikti mes tyre lidhej me një çështje pronësie dhe një raport intim që Shkambi kishte patur me motrën e familjes Koçeku. Pikërisht kjo ngjarje e mëparshme është një nga pistat ku po hetojnë autoritetet. Sipas të afërmve, Aleksandër Koçeku lëvizte me kujdes për shkak të frikës nga një hakmarrje e mundshme dhe punonte në një furrë buke në Shkodër. Ndërkohë hetuesit po verifikojnë edhe pista të tjera. Koçeku ka qenë personën hetim në dosjen për vrasjen e 19 vjeçarit Pavlim Preka, ngjarje e ndodhur në shkurt të 2025-s, ndërsa prokuroria e Shkodrës vijon hetimet për atë çështje. Sipas organit të akuzës, Koçeku dyshohet se kishte rol në planifikimin dhe realizimin e kësaj vrasje, së bashku me disa të tjerë, por hetimet janë ende në vijim.